Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani kumulla, por askush nuk e di se çfarë i shkakton kockave dhe zorrës kur i hani esëll. Kumullat e thata që ndryshe ne i themi hoshaf janë magjike. Nëse hani vetëm 6 kokra në ditë, trupi juaj do të pësojë ndryshime. Efektet e tyre janë fantastike pas janë plot me lëndë ushqyese të shëndetshme për të cilat ka nevojë trupi. 100 gram kumulla të thata përmbajnë 732 mg kalium. Ky mineral është thelbësor për trupin ton pasi ndihmon në funksionet si duhet, si dhe parandalon shumë komplikacione. Ule rrezikun për goditje në tru, i mban kockat e shëndetshme, ndihmon në rritjen e shëndetshme të muskujve, madje mund të promovojë funksionalitetin e dur nervor. Rekomandohet të hani rreth 4700 mg kalium çdo ditë. Po ashtu janë shumë të mira edhe për gjakun, pasi mungesa e ekurit mund të shkaktojë anemi dhe ato mund të jenë të pasura me këto minerale. Një tjetër veti e mirë e tyre është se kanë fibër që ndihmojnë me tretjen. Për shembull, një filxhan me kumulla të thata përmban 12 gram fibër të tretshme. Për më tepër, ato përmbajnë në sorbitor një laksativ natyral që ndihmon për të stimuluar lëvizjen e zorrëve. Ju ndihmojnë për të urinuar më shpesh nëse keni probleme me fshikëzën e urinës. Nëse doni të humbisni në peshë në mënyrë të shëndetshme, kumullat të thata do t'ju shërbejnë shumë. Falë fibrave që ato kanë, ju do të ndjeni të ngopur nëse hani 7 prej tyre në ditë. Përveç se ju japin vitamina shtesë si për shembull vitamina A, C, K, B6, kumullat e thata ju ndihmojnë edhe për të ulur presionin e gjakut. Pra 6 kumullat në ditë mund të mbajnë larg doktorin tuaj. Kumullat njihen si multivitamina natyrale edhe pse ndoshta nuk i konsumoni aq shpesh sa duhet. Ka disa prej tyre pse duhet i konsumoni më shumë. Kumullat përmbajnë më tepër se 80 lëndë ushqyese. Kumullat të freskëta ose të thata ndihmojnë për të përthithur më mirë hekurin në trup, për shkak se ato janë një burim i mirë i vitaminës C. Një kumbull përmban 84% ujë, 0.6% protein, 10% karbohidrate dhe 2.1 gram fiber dietike. Përveç kësaj, kumullat ka nivele të ulta të yndyrës dhe kalorive dhe përqindje të lartë të vitaminës A, C dhe E, kalcium, magnez dhe kalium. Ja disa nga përfitime sipas Medical News Today që organizmi merr nëse konsumoni disa kumulla në ditë. Ndihmojnë në uljen e luhatjeve të sheqerit. Kumullat kanë indekse të ulta glicemike që do të thotë se mund t'ju ndihmojnë të kontrolloni nivelin e sheqerit dhe të zvogëloni rrezikun për zhvillimin e diabetit të tipit 2. Ato përmirësojnë kujtesën. Nëse konsumoni 2 kumulla në ditë, do të ndihmoni organizmin për të liruar veten nga efektet negative të radikaleve të lira të cilat ndikojnë keq në ruajtjen e kujtesës suaj. Kumullat janë plot me antioksidant që ngadalësojnë zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit. Sipas uluntimeve shëndetësore nga Universiteti i Harvardit, ato gjithashtu përmbajnë antioциanin dhe quercetin të dobishme në parandalimin e ndarjes së qelizave të trurit. Ato mbrojnë shëndetin e zemrës. Një kumull e freskët përmban 113 mg kalium, i cili ndihmon për të kontrolluar tensionin e lartë të gjakut dhe për të zvogëluar rrezikun e goditjeve në tru dhe në zemër. Ato përmirësojnë dhe mbrojnë sistemin tretës. Kumullat lehtësojnë kapslëkun, ndihmojnë në probleme me tretjen e ushqimit, janë të mbushur me fiber dietike, sorbitor dhe histanin. Kumullat e thata janë të mrekullueshme për të përshpejtuar tretjen. Një tjetër mënyrë për të konsumuar kumulla gjatë gjithë vitit është që t'i zhysni ato në ujë të zjerë, i cili lihet të ftohet pak dhe më pas ngrihen. Forcojnë kockat. Studiuesit nga Universiteti i Shtetit të Floridas dhe Oklahomas kanë shqyrtuar për 12 muaj 2 grupe të grave në periudhën pas menopauze. Një grup konsumoi 100 gram kumulla të thata në ditë dhe grupi tjetër konsumoi 100 gram ull të thata në ditë. Të dyja grupet konsumuan suplemente të kalciumit dhe të vitaminës D. Grupi që konsumoi kumulla të thata kishte dëndësi më të lartë kockore në shtëpi dhe në parakrahun e tyre patën përmirësime të dukshme. Përmirësuan shëndetin e syve. Kumullat janë shumë të rëndësishme për shëndetin e syrit. Fitonutrientët që përmbajnë kumullat mund të ulin rrezikun e zhvillimit të degenerimit makular ose pikave të verdha, çrregullimeve shëndetësore që zakonisht prekin njerëzit e moshuar. Ato mbrojnë kundër problemeve që dëmtojnë qelizat.
Kumullat kanë aftësinë të eliminojnë nga organizmi radikale të lira të dëmshme në sajt antioциaninës, pigmenti i kuq në blu të disa kumulla, i cili mund të ofrojë përfitime të larmishme në dobi të organizmit tuaj. Ato janë të ulta në kalori. Një kumull e vogël përmban vetëm 30 kalori, kështu që kumullat mund të jenë një ushqim i shpejtë, shumë i mirë nëse mbani në dietën tuaj. Ato mbajnë larg problemin e radikaleve të lira kundër problemeve të gjirit. Ekstraktet e kumullës mund të largojnë qelizat agresive të gjirit, ndërkohë që qelizat e shëndetshme të tyre nuk dëmtohen pas këtij trajtimi. Kumullat janë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj. Ato njihen si një multivitamin natyrale, por shumë prej nesh nuk i kanë zakon t'i hanë rregullisht. Ndoshta do të filloni t'i hani kur të shikoni se çfarë i bëjnë në trupit 5 kumulla në ditë. Një kumbull përmban 84% ujë, 0.6% protein, 10% karbohidrate dhe 2.1 gram fiber. Përveç kësaj, ato kanë nivele të ulta të yndyrës dhe kalorive dhe një përqindje më të lartë të vitaminës A, C dhe E, kalcium, magnez dhe kalium. Dëgjoni se çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani vetëm disa kumulla në ditë. Do të përmirësojnë luhatit e sheqerit. Kumullat janë të lidhur me indeks të ulët glicemik, që do të thotë se ato mund t'ju ndihmojnë të kontrolloni nivelin e sheqerit dhe të zvogëloni rrezikun e përhapjes së diabetit. Ato përmirësojnë funksionet e kujtesës. Nëse hani disa kumulla në ditë, trupi juaj do të ndihmojë në heqjen qafe të efekte negative të radikaleve të lira që ndikojnë te kujtesa. Kumullat janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Ekspertët i cilësojnë kumullat si një nga produktet më të mira ushqyese. Falë faktit elementëve ushqyes që ato i përmbajnë me shumicë, ju mund t'i përfshini kumullat në dietën tuaj duke ditur edhe rëndësinë ushqyese të tyre, që do të ofrojë përfitime maksimale për shëndetin e zemrës. Një kumbull e freskët përmban mesatarisht 113 mg kalium. Ky mineral ndihmon në kontrollin e presionit të lartë të gjakut, duke reduktuar kështu rrezikun e goditjeve në tru. Ato mbrojnë sistemin e përgjithshëm. Kumullat e thata janë një mënyrë e shkëlqyer për të shpejtuar tretjen. Një mënyrë për t'i ngrënë gjatë gjithë vitit është të njohni kumullat e thata në ujë të sapovluar. Ato forcojnë edhe kockat. Studiuesit nga Universiteti i Floridas dhe Oklahomas testuan 2 grupe të grave, dhe grupi që merrte kumullat të thata pati një performancë më të mirë në mineralizimin e kockave. Përmirësojnë shëndetin e syve. Kumullat janë shumë të rëndësishme për shëndetin e syve. Fitonutrientët që gjenden te kumullat mund të zvogëlojnë rrezikun e zhvillimit të degenerimit makular ose edhe problemeve të shikimit, një sëmundje që prek kryesisht moshat të thyera. Kumullat janë një frut jashtëzakonisht i shijshëm dhe më të preferuarat nga konsumatorët shqiptar. Kumullat janë një burim i vlefshëm i vlerave shëndetësore, vitaminave dhe mineraleve. Ato përmbajnë vitamina të rëndësishme A, C, K, B1, B2, B3, B6 dhe vitaminën E. Kumullat përmbajnë minerale të çmuara të tilla si kaliumi, fosfori, magnezi, hekuri, kalciumi dhe zinku. Janë një burim i pasur i fibrave dhe kanë pak kalori. Vlerat shëndetësore të kumullave janë të larmishme për organizmin. Kumullat janë të mbushur me antioksidantë që janë një burim njësër vlerash të pasura shëndetësore, duke ndikuar kështu edhe në përmirësimin e rritjes së niveleve të ulta të kolesterolit. Lëngu i kumullës ruan kolesterolin e mëlçisë në nivele normale. Fibra nga ana tjetër mbron zemrën duke ulur kolesterolin e keq dhe duke rritur kolesterolin e mirë. Konsumi i kumullave do të ruajë gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. Sipas tyre, nëse konsumoni kumulla të thata rregullisht, një gjë e tillë do të përmirësojë qarkullimin e gjakut në arterje, por jo vetëm kaq. Kumullat parandalojnë çrregullimet kardiake, zhvillimin e arteriosklerozës dhe uljen rrezikun e atakut në zemër. Konsumi i rregullt i kumullave gjithashtu do të mbajë larg ndjenjën e ankthit dhe të stresit. Ndaj 5 deri në 6 kumulla çdo ditë janë një zgjidhje shumë e mirë për trupin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.